Këto së bëj kanë. Na fazem. Hadi mais bem. Tas një, 2, 3, tas. Hajde. Tas, trove me shkën. Shpak, mirë është. 5, 2. Që dhe ekspresi o këtu, a? Mire. A jemi gati? A jemi në rregull, ke? Një, 2, 3. Konferencë direkt. Ose vish shkruaje konferencë për media nga vicepremieri dhe. A jemi gati? Jo. Edhe në Roma gjithë dhe falënderoj shumë që ndisni këtë konferencë tonë për Shtyp. Dua fillimisht që t'i falenderoj të gjithë qytetarët Republikës Kosovës në komunat e tyre të cilët e kanë dhënë besimin për lëvizjen dhe vendosjen e këtë proces zgjedhor. Dhe veçanërisht t'i falenderoj t'i përgëzoj për punën e t'i inkurajoj për vazhdimin e saj të gjithë komisionerët, vëzhguesit e lëvizjeve vendosjes të cilët në këto qaste janë në përvend votime, në të cilat edhe po i numërojnë e po e mbrojnë votën e lëvizjes dhe vendosin. Dhe po ashtu, shfrytëzoj rastin që përmes kësaj konferencë për Shtyp t'i falenderoj gjithë aktivistët dhe anëtarët e lëvizjes për punën e tyre të mrekullueshme që kanë bërë gjatë kësaj fushate që ka zgjatur 30 ditë. Përkundër disa parregullësive në procesin zgjedhor, lëvizja e vendosje e vlerëson në përgjithësi këtë proces si të rregullt dhe që ka vajtur mirë deri tash në kohën e numërimit të votave në për vend votime. Siç e kujtohet vendosje moteve atë votimës nga ku edhe kandidat mirë qeverisja sot e ka sjellë një rezultat krejt tjetër. Sot pra lëvizja e vendosjes po prit bëndshëm në Prishtinë dhe do të jetë grupi më i madh i asamblezëve këshilltarëve në kuvendin komunal në komunën e Prishtinës dhe gjithnjë më shumë e më afër po duket që lëvizja e vendosjes në komunën e Prishtinës do të fitojë pa balotazh. Ndërkohë që po ashtu jemi në garë
për të fituar në rreth 10 komuna të Republikës së Kosovës, që kemi hyrë në balotazh, prej të cilave tashmë është e sigurt se do të fitojmë në Gjilan, në Prizren, gjitha të komuna pra lëvizja e vendosje është në balotazh dhe natyrisht që siç e kemi parë në kaluarën aty ku ka të sigurt. Të zyrtare, ku pritet që lëvizja e vendosje të hyjë në balotazh në disa komuna tjera, siç thash më herët në afërsisht 10 cosh. Në secilën komunë, këtë radhë krahasuar me vitin 2013 kemi shënuar rritje të numrit të votave, edhe për asamblesë, edhe për kandidat për kryetar të komunave. Ndërkohë që kemi pasur që edhe PDK-ja dhe LDK-ja, të cilat sot dolën dhe shpallën fitore për sa i përket këtyre zgjedhjeve, në vitin 2013 e kishin rezultatin shumë më të mirë se sa që kanë sot. PDK-ja boti 10 komuna, ndërkohë që LDK-ja i fitoi 3 komuna për balotazh dhe ishte në balotazh në 14 komuna. Ndërkohë që sot numri komunave ato janë në balotazh dhe ku pra, ky proces zgjedhor e dëshmon edhe një herë se këto dy subjekte që konsiderojnë vetëm të mëdha janë duke u tkurur vazhdimisht, ndërkohë që lëvizja e vendosje ka shënuar një rritje shumë të madhe gjatë këtij procesi zgjedhor, kur krahasohet me vitin 2013 dhe në shumë fishim të komunave në të cilat do të qeverisë në nivel lokal, siç e përmenda pra nga 1 në vitin 2013 në 10 cosh në vitin 2017. Faleminderit shumë. Atëherë nëse keni ndonjë pyetje me dëshirë do të përgjigjeshim në pyetjet tuaja, apo jo? Të gjitha sondazhet të cilat janë bërë për shpendahmetin dhe vetëvendosjen lidhur me zgjedhjet lokale në Prishtinë kanë qenë diku rreth 50% për lëvizjen vetëvendosje apo më shumë. Pra jemi duke pritur nëse Prishtina do të fitohet pa balotazh. Që do të vinë me cilin subjekt politik, kjo do të bëhet me siguri. Kjo do të ndodhë pas konfirmimit të rezultateve edhe nga KQZ-ja, kur ne të marrim rezultatin e saktë të Prishtinës, edhe për numër të asamblezëve, pastaj të shohim se cili subjekt sa asamblezë të ka, pastaj fillojnë negociatat natyrisht për të formuar një shumicë në kuvendin komunal të Prishtinës, në mënyrë që vetëvendosja të mos e ketë kokçarje mungesën e shumicës siç ishte gjatë mandatit kaluar, kur PDK-ja dhe LDK-ja bashkoheshin dhe bllokonin shumë projekte të mira për qytetarët. Bllokimi i projektit fundit që dini ju është ai për banimin e përballueshëm social, me që rast PDK-ja dhe LDK-ja me votat e tyre pamundsuan një shumicë vendimorse dhe ky ishte premtimi vetëm i Shpendahmetit, i cili mbeti pa u realizuar për shkak të mungesës së shumicës në asamble. Pra pajtohem plotësisht me ju që shumica është në rëndësi, por për dallim prej zgjedhjeve të kaluara, kur vetëvendosja Prishtinës kishte 10 asamblezë, tash dukshëm numri është më i madh dhe do të jetë më lehtë i arritshëm numri i shumicës së nevojshme në asamble për marrjen e vendimeve të rëndësishme. Ju përmendët të bëni krahasim me vitin 2013, por na bëni një krahasim me zgjedhjet e kaluara të qershorit dhe vetëvendosjes. Keni pritur më shumë rezultat, keni rritje në komuna në pushtetin lokal. Procesi zgjedhor do të krahasohet mes procesit të kaluar zgjedhor të zgjedhjeve lokale. Zgjedhjet e përgjithshme në zgjedhjet lokale kanë veçantitë e vet. Dhe në këtë drejtim krahasimi i drejtë që duhet bërë është ai i rezultatit aktual.